A ka pasur pikërisht një moment në jetën tënde që procesi i meditimit ka pasur një rol shumë thelbësor? Po, ku e ke ndjerë tamam këtë proces? E kam ndjerë, janë disa momente, sepse jeta është e mbushur me lloj-lloj sfidash, peripecish e kështu me radhë. Ja do përmendi një gjë që e përmenda edhe para emisionit, se unë kam pasur 3 biznese në Zvicër dhe kam qenë shumë i suksesshëm dhe në fushën e gastronomisë kam qenë një emër i njohur në Zvicër, me që kam pasur restoranin më të mirë në Zvicër. Edhe në biznes po ashtu i suksesshëm, fitoja mjaftueshëm para dhe fal meditimit dëgjova zërin e brendshëm, është një zonë shumë i fuqishëm kur vjen drejt për drejt nga burimi dhe unë për një kohë të caktuar shumë të shkurtër ndërpreva të gjitha bizneset edhe vendosa që pjesa tjetër e jetës që më ka ngelur të ja dedikoj meditimit. Pra të marrësh vendime të cilët për mendjen duken, sepse mendja gjithmonë sinon mbijetesën, funksioni i saj është që ne të mbijetojmë, krijohet thjesht një lëmsh ose një labirint, si quhet edhe misioni juaj, dhe ti paprit më thua, okay, si mund unë të sjellë një vendim kështu nga shumë çka të shkoj në asgjë, se fillimisht të duket asgjë. Dhe këtu ndodh diçka që bota rreth e përqark teje nuk i kuptojnë vendimet e tua. Sakt. Por ti je në esencën tënde, ti je në të vërtetën tënde. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat që akoma disa miq të mi që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër nuk e kuptojnë, thonë çfarë bën sheki, kisa para fitonte dhe tani po e përhap meditimin në shqiptari, kirkoput në shqiptari dhe për të gjithë shqifolësit mbar botës, sepse në trenimet e mia vinë nga mbar bota dhe hoqi dorë nga bërja e lekëve. Sakt. Po, për ty Erdit, a patin një moment që shënoi jetën tënde që e përqafove dhe si rol, sepse ai rol është shumë i njohur tashmë në vendin tonë. Pra, të goditi diçka që ti e bëre pjesë të jetës tënde, apo thjesht për të pasur shikueshmëri të lartë? Po thoni për rolin e gurus. Për rolin e gurus, po. Unë bëj një rol guruje në Portokalli. Po, guru do të thotë mësues. Po. Faleminderit. Portokallia sigurisht. Pra nga nisë, ti nisë thjesht si rol apo ti për veten tënde kishe diçka parasysh? Mendoj që personalisht jam pak tip spiritualist, jam pak tip që më pëlqej, më tërheqin këto gjëra. Por në Portokalli ose në fenomenin shoqëror, kohëve që jetojmë, ekziston ky fenomeni ka filluar të përthithet fenomeni meditimit, fenomeni i zhvillimit të vetes dhe është një gjë shumë e mirë.